Përshëndetje, miqtemi. Mirë se vini në kanalin tim Teatarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Teatarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Jeni në një lidhje të komplikuar. Jeni larg. Keni probleme midis njëri tjetrit. Do të ketë zgjidhje. Në këtë lidhje, do të ketë një zgjidhje, pra do të ketë një drejtim të ri në këtë histori të komplikuar. Çfarë na thon tarot? Personi që është larg i zemrës tuaj është i vetmuar. Është larg, kërkon të vijë drejt jush, por e ka të pamundur për shkak të probleme familjare, të punës që ka në jetën e tij. Juve ju shikon si kjo dritë në duart e tij që mban në fenerin e tij. Është larg dhe mendon të bëjë një udhëtim dhe të vijë drejt jush për të sheshuar këto konflikte, këto probleme që keni midis njëri tjetrit. Është një person shumë familjar, që e do familjen e tij. Është një person i drejtë, si ky gjykatës, dhe human. Ky ndihmon njerëzit kur ka nevojë, dhe ashtu i kthehet karma. Është i vetuar nga njerëz të vegjël, me botë të vogël, me mendimet jo të mira, ka probleme dhe te pjesa e monedhave, te pjesa e bollokut. Është i lënduar, ka marrë lëndime nga këta njerëz të vegjël, nga këta njerëz që nuk e kuptojnë. Shumë shpejt, ky person do të ndryshojë këtë histori që ju keni midis njëri tjetrit. Me fjalë të mira, me pasionin e tij, me energjinë e tij pozitive, t'ju shpreh ato emocione që ka, ato ndjenja të pastra që ka për ju. Ushtari i monedhës më tregon që çdo gjë është e sigurt dhe kjo histori do të ndryshojë, do të ketë një rrjedhë pozitive. Por duhet pak durim, sepse gjërat bëhen ngadalë, bëhen shumë ngadalë. Shumë shpejt do të merrni këto mesazhe në qiell të pastër, lumturie nga ky person, sepse ju për të jeni kjo perëndesha e qetësisë shpirtërore. Tek ju ky person gjen qetësinë e tij shpirtërore. Një nga shkaqet që ky person nuk vjen drejt jush është pjesa e punës. Ai punon fort për të patur të ardhura financiare të mira në familjen e tij. Është i dashuruar me ju, është fort i dashuruar, keni një emocion shpirtëror, një energji pozitive, një pasion të dyanshëm dhe mbrojeni nga ky ëngjël mbrojtës në univers. Pra, personi i zemrës tuaj lufton fort që kjo situatë të ndryshojë dhe të vi drejt jush për të zgjidhur këto probleme që keni në vazhdimsi në jetën tuaj. Me kë rezonon kjo histori? Me dashin, me ujorin, me shigjetarin, me peshoren, me ligjëreshën, me demin, me peshqit dhe me binjakët. Kurse me gërma mund të rezonoj me gërmën A, me gërmën D, D, K, R, me gërmën R, Y, L, G, N, P, J, S, Q, L, D, Një. Faleminderit shumë, miqtemi.